أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falënderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahu Gjalla Gjalaluhu. Salavat dhe selam e qofshin bi pejgamberin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, bi shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar, dua t'ju përcjell një mesazh kuranor, apo më mirë thënë një pjesë të mesazhit të një sure të Kurani Kerimit, një element të një ngjarjeve të cilën e përmend Allahu Gjalla Gjalalu në Kurani Kerim, e që dëshiroj të ndaj me ju duke qenë këshillues fillimisht për veten, pastaj për të gjithë juve. Allahu Gjalla Gjalalu në një sure të Kurani Kerimit e përmend një histori, një ngjarje të pejgamberit të tij, I cilit që I ka ndodhur në jetën e tij, e që bëhet fjalë për Jusufin alayhis salam. Dhe në mesin e krejt asaj ndodhije, në mesin e krejt gjithë asaj historie, në mesin e gjithë asaj ngjarje madhështore të jetës madhështore të Jusufit alayhis salam, që përmend Allahu Dhul Jalal në Kurani Kerim, në një pjesë të saj Allahu Gjalla Gjalalu e potencon një element, një ngjarje e që është mësim për neve që dua ta përcjell tek ju. Allahu Gjalla Gjalalu në ajetin 42 apo 42 e përmend një mesazh, një ngjarje që I ka ndodhur Jusufit alayhis salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin. Allahu Gjalla Gjalaluhu përpara këtij ajeti kuranor e tregon ngjarjen dhe ndodhin që I ka ndodhur Jusufit alayhis salam dhe që ka përfunduar në burg, siç e kemi ndëgjuar dhe e dim. Dhe Jusufi alayhis salam në burg u komenton një ëndër atyre shokëve të burgut, duke u përmend dhe Allahu ja bën të ditur dhe të qartë se njëri prej tyre do të shpëtojë nga mbreti dhe njëri prej tyre do të ekzekutohet nga mbreti. Ky I cili do të shpëton nga mbreti do të bëhet edhe shërtori I mbretit. Dhe Allahu Gjalla Gjalalu në Kurani Kerim në këtë ajet kuranor e përmend këtë detaj, këtë element. Dhe thot Jusufi alayhis salam I tha njërit prej këtyre të dyve, për të cilin e dinte se do të shpëtojë dhe do të bëhet shërtori I mbretit, I tha: "Përmendu mua tek pronari yt, por çka? Shejtani e bëri që ai të harronte Jusufin alayhis salam, që ta harroi, që ta përmendte pronari te mbreti, dhe kështu Jusufi alayhis salatu wassalam qëndroi dhe mbeti në burg edhe për disa vite. E që komentatorët e Kur'anit kanë thënë se kjo disa vite bëhet fjalë për 3 deri në 9 vite. Allahu e di më së miri se sa ka qëndruar Jusufi alayhis salam në burg. Por mësimi është këtu. Dietari I njohur Fahruddin Ar-Razi e thot një mesazh, një mësim prej këtij ajeti kuranor. Thot gjatë gjithë jetës sime, thot e kam vërejtur se sa herë që njeriu mbështetet tek dikush tjetër përveç Allahut, për çfarë do derti, për çfarë do halli, për çfarë do borxhi, për çfarë do problemi që ka në jetën e përditshme, në jetën e kësaj bote, Allahu Dhul Jalal ja bën atë dert, ja bën të vështirë dhe sprov në jetën e kësaj bote. Por kur robi I mbështetet Allahu Gjalla Gjalaluhu, Allahu Gjalla Gjalaluhu jep zgjidhje, jep rrugdalje
të dertit të tij, i jep rrugdalje, i jep zgjidhje problemit të tij. Allahu xhalla xhelalu i jep zgjidhje borxhit të tij. Allahu xhalla xhelalu i jep zgjidhje, i jep shërim sëmundjes së tij dhe kështu me radhë. Pra mësimi i parë është që ne sado derte, sado probleme, sado hallë dhe borxhet në jetën e kësaj bote të kemi, nëse shpresa jon dhe mbështetja jon është tek njerëzit, ne çdo herë kemi me qenë për atyre robët të cilët kemi me qenë të cilët nuk janë të kënaqur, të cilët kanë me qenë në atë kategorinë e njerëzve, të cilët janë të dëshpëruar, janë të sprovuar dhe për atyre njerëzve të cilët kanë me qenë për atyre të cilët njerëzit kanë me qenë të mërzitur sepse nuk e kanë pritur sjelljen apo nuk e kanë pritur ndihmën e duan nga njerëzit tek të cilët kanë shpresuar dhe janë mbështet. Por kur robi i mbështetet Allahu xhalla xhelaluhu, kur robi i mbështetet dhe i drejtohet Allahu xhalla xhelaluhu për dertin, për sëmundjen, për problemin të cilën e ka, Allahu xhalla xhelaluhu i jep zgjidhje dhe i jep mësim dhe i jep udhëzim se si me e te i kalu dhe si me e kalu atë sprov, atë problem të cilin robi e ka. Një fjalë e urtë arabe thot, kur njeriu bëhet fjalë për njeriu i cili është në hallë dhe në derte dhe në momentin që shpreson dhe në momentin që shpëton i harron të tjerët. Sot e kësaj dite ne shohim apo dim njerëz i cili kush ka qenë më parë, apo i cili ka qenë i varfër, apo i cili nuk ka pas pozit, apo i cili nuk ka pas autoritet, dhe në moment të caktuar të jetës së tij e ka arrit pushtetin, e ka arrit pasurinë, ai nuk e njeh edhe vllavin e vet, e harron edhe shokun e vet, e harron edhe familjarin e vet, i harron edhe fëmijët e vet besa. Dhe Allahu xhalla xhelalu na bën me dijen në këtë ajet kuranor se kur robi i mbështetet robi, çdo herë do të jetë i dëshpëruar dhe çdo herë do të jetë i sprovuar dhe do të jetë në vështirësi. Por kur robi i mbështetet Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu do t'i jep rrugdalje atij. Të dashur vëllezër dhe motra, ne në jetën e kësaj bote jemi jetë kalimtare dhe jeta e kësaj bote i ka sfida dhe sprovat e veta. Dhe secili njeri do të ketë sfida dhe sprovat e tij në jetën e kësaj bote. Por ato sprova kur robi i mbështetet Allahu xhalla xhelaluhu, ato sprova i kalon me sabër, i kalon me durim dhe i kalon në rrugën e Allahu xhalla xhelalu, dhe kështu robi e fiton kënaqësinë e Allahut, kështu robi e fiton edhe rahmetin e Allahut. Por kur robi mundohet të gjej rrugdalje apo rrugë të tjera zgjidhjes së problemeve të tij, atëherë ai do të jetë i dëshpëruar, atëherë ai do të jetë i mërzitur, atëherë ai do të jetë për atyre robëve të cilët nuk e arrin atë çka e dëshiron, ta te i kaloj atë problem, as provë të cilën e ka. Prandaj, unë nuk duhet ta zgjat më tepër, por do ta përmbyll me një shembull, të cilin përmendes si shembull për mësim dhe këshillim. Kushdo që merr, do të pendohet, dhe kushdo që nuk merr, do të pendohet. Kanë qenë disa të rinj, të cilët kanë qenë duke kaluar natën në një udhtim, dhe u vjen një zë dhe ju thuhet, kushdo që merr, do të pendohet, dhe kushdo që nuk merr, do të pendohet. Bëhet fjalë për rrugë me gur. Dhe disa prej tyre vendosen që të marrin dhe disa prej tyre nuk morën. Dhe të nesërme në mëngjes, kur u zgjuan, gurët u shndruan në diamant. Ata të cilët kishin marrë, u penduan pse nuk kanë marrë më tepër. Ndërsa ata të cilët nuk kanë marrë, ata u penduan pse nuk kanë marrë. Mësimi është këtu. Secili prej nesh do të pendohet. Secili prej nesh para Allahu xhalla xhelaluhu do të pendohet, edhe ai cili është fal, edhe ai cili nuk është fal. Ai cili është fal, kur t'ja dije vlerën sejdës, do të kërkojë nga ana Allahu xhalla xhelaluhu mu kthi edhe një herë vetëm për me bë edhe një sejdë më tepër, duke parë vlerën dhe shpërblimin e sejdës. Ata të cilët nuk janë fal, ata të cilët nuk i kanë rënë sejdë Allahut, do të kërkojnë që të kthehen, që të binë sejdë Allahut, por do të jetë vonë. Prandaj, këshilla ime është këtu, që ne të këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në muajin e rahmetit, në muajin e përmirësimit,
të përmirësohemi, ta përmirësojmë raportin tonë me Allahun xhalla xhelaluhu, të pendohemi përpara se të jetë vonë, të kthehemi rrugës së Zotit, të ndihmohemi në mesveti, ta duam njëri tjetrin dhe të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Lut Allahun xhalla xhelaluhu të na falë mëkatet tona. Allahu xhalla xhelaluhu na mundsof që të dalim nga ky muaj me mëkate të falura dhe të na bashkojë të gjithë së bashku në të mirat e xhennetit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.